Do me thënë, libri I parë ka qenë Gjuha dhe stili në veprën në prozën e Anton Pashkut, I votuar në vitin 2015, pastaj Pashku I veçantë, ku kam bërë, do me thënë, një studim të thellë të aspektit fonetik, morfologjik dhe sintaksor, përfshirë këtu edhe semantikën. Pashku është një model që ndoshta nuk do ripërsëritet në letërsinë bashkore shqiptare. Më ka frymëzuar shumë, edhe I rekomanduar ta lexoj nga babushi im, I cili njëjtë është shkrimtar, dhe kur e kam lexuar kam përzgjedhur që studimi im, domethënë, të filloj me veprën e tij. Kur thua më frymëzoj, në çfarë aspekti dhe pse? Pashku është, si të them, është shumë ndryshe, për periudhën që ka shkruar, është shumë ndryshe nga autorët e asaj kohe dhe duhet të jesh një lexues I mirëfillt, të kuptosh letërsinë për ta kapur atë, sepse ai ka një lloj kodi, edhe regjimi atëhershëm, megjithatë ai e thot dhe kush e kupton, kush e kap, e kap. E thot në mënyrën e tij. E thot në mënyrën e tij dhe është një sintaks poetike proza e tij, mund ta them. Domethënë në ligjërat ai e çon deri diku dhe sërish rikthehet në pikën e fillimit.